Së fundmi, rritja e çmimeve të gjithë llojeve të karburantëve në Maltëzi ka rikthyer në fokus çështjen e kostos së jetesës dhe ndikimit që këto ndryshime kanë tek qytetarët. Sipas vendimit që ka hyrë në fuqi me 24 mars të këtij viti, çmimet e derivateve të naftës janë rritur, duke arritur këto nivele. Euro Super 98 kushton 1,56 euro për litër, Euro Super 95 është 1,52 euro, Euro Diesel 1,57 euro, ndërsa voji djegës ka arritur 1,72 euro për litër. Kjo arritje vjen pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të zbutur situatën përmes uljes së përkohshme të akcizave. Masat e ndërmarra synojnë të mbrojnë standardin e qytetarëve dhe të ruajnë një farë stabilitetin në treg. Megjithatë, shumë prej tyre vazhdojnë të ndjejnë presion financiar në përditshmërinë e tyre. Rritja e çmimeve të karburantëve ndikon drejt për drejt jo vetëm në shpenzime për transport, por edhe në çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tjera, duke bërë jetën më të kushtueshme për familjet dhe bizneset. Për këtë arsye, reagimet e qytetarëve janë të ndryshme, duke filluar nga shqetësimi dhe pakënaqësia deri tek mirëkuptimi për situatën e tregjeve ndërkombëtare të naftës. Për të kuptuar më nga afër se si kjo rritje po reflektohet në jetën e përditshme, kemi realizuar një anketë me disa qytetarë nga Ulqini. Ata ndajnë mendimet e tyre mbi çmimet e reja, ndikimin në buxhetin familjar, si dhe pritshmëritë që kanë nga institucionet në vijim. Në vazhdim ju sjellim deklaratat e tyre. Kur nuk kanë qenë, as kanë me qenë. Sa da pak i gjithmonë për popull. Nuk vazhdes automobil, edhe kalon familjar kalon vetëm pas me hangra, jo ish kryesore, për gjatë tjetër për luksuza gjana nuk kena. Derisa s'pran lufta nuk kulen. Kur ka me pran, ka mu zdajnë. E sezona për në vjen, shtire ma shtirë ka me qenë edhe sezona. Nuk kanë. Edhe ai si vëzitin, edhe ai në lohet. Po, ishte edhe luksuzi mëllë se ka 3-4 automobile, një familje ka, nuk ka një shpenzime, ka një shpenzime të mlaja. Boga mi ati slabo se razumiju, ja nisam od ima i to u Američku pošteno troši. Ja ne punim puno, ne vozim puno i tako. Tanë mund të përbalom na mundën me nalë pak, mas me dalë 100 metër, 200 metër me automobil, me pi kafe. Edhe në vakt sezone, në automobilin shpi, duhet ke dhe i nevojt madhe pa. Unë shkaj 2 dit pi obshtidet këtu pa automobil. Pse? E kam hajrë për vedi edhe nuk du me zanë parkingun ka. Qa me ba? Kes jena me kulturna. Kultura zblet me pare. Me njerëzije, me kultur, gjithë shka në mengan. Tanë kanë pare, i rujnë, se tanë kanë pare, edhe 2 euro mu ba, 3 tanë prep një saj vozitin, të 1 tanë. Jo, kësheve që razimi i banja 2-3 euro, pale njerës, që ka përnë këtë popull. E kësheve që razin si mas marë këtë sezon kërkush, pale që ka përnë këtë popull. Ka do bava kimën, pa ka me qenë mirë vjerë, se dhejnë 5 dit, 6 dit, 7 dit, ka me ne 1, 2, 3 ikën, se nuk mundën pas sërdë. Kosovarët e këta me pa Ulqini janë shulqini i tyre me ne bashkë. Shef, djali të umbil, gruja të umbil, tanë, atërë së mundet, por tanë gjinën gjithësesi, dikush punën ka diqka. Kryesore Ulqini ishë mirë, s'ka veç katër kohët, kush dhe si janë kohët, katër kohët. Tanë kanë, tanë punoj, tanë kanë pare. Çmimet ma zi se në Amerikë, një galon dhe me thonë 3 litra e 70, se i bjen kja, nafte kushtan atje 1 galon. E tu kushtan 1 euro e sa, 70, 70. E kam pa Shqipni 2,11. Si ishte mujtëm kja punë. Si popli mundet me civilizu këtë punë, me jetu këtë punë, cilët e marrin rogën ka 800 euro, 900 euro. Kja është jeta shumë e vështirë tu. Në qovë se Trump e fitan luftin, çdo gjë bëhet mirë. Ulqini zdi se i fitan. Unë se kuptaj këtë punë. Unë kam profesor të dikur 35 vjetë, profesor i gjuhës ruse. Kuptimi ka qenë atëherë që rogën këna pas $1,000 si tonë, që 2.400 marka. Tash rroga profesorit ishte 1.100 euro.
si mund me zhvillu jo para 35 vjetëve e tesh. Ju më të regoni në spjegoni. Mbaret te se popli s'ka pare, popli mbaret prej, në qëse ka pare, vinë me vo 3 ditë, 4 ditë, se i shaptërin gjithë çdo anë, Greqi, Turqi, krejt anët e botës, Shqipni,